Meditim shëro zemrën e lënduar. Ulu rehat ose shtriu. Lejo trupin të gjejë një pozicion ku nuk ka nevojë të mbaj asgjë. Mbyll sytë ngadalë dhe për një moment mos bëj asgjë. Merr frym thellë përmes hundës. Mbaje frymin për pak qaste dhe nxirre ngadalë nga goja. Me çdo nxjerrje fryme, lejo trupin të rëndohet. Supët zbresin. Nofulla lirohet. Barku zbutet. Tani sill vëmendjen të zemra jote. Jo për ta analizuar, jo për ta rregulluar, vetëm për ta ndier. Ndoshta ndjen dhimbje, ndoshta boshllëk, ndoshta ngushtim, pesh apo lodhje. Çfarë do që është, lejoje të jetë. Imagjino se rreth zemrës sate shfaqet një dritë e butë. Një dritë që ngjan me një përqafim. Kjo dritë nuk kërkon asgjë nga ty. Nuk të pyet pse. Nuk të gjykon për atë që ke ndjer, ke dashur apo ke lejuar. Ajo thjesht e mban. Me çdo frym që merr, kjo dritë bëhet më e ngrohtë. Me çdo nxjerrje fryme, ajo depërton më thellë në zemër. Ajo shëron pa fjalë, pa shpjegime, pa kujtime. Nëse dalin emocione, lejoj. Nëse dalin lot, janë shenja lirimi. Nëse del heshtje, ajo është po ashtu shëruese. Thuaj brenda vetes ngadalë. Jam e sigurt tani. Ajo që ka ndodhur ka kaluar, unë jam këtu. Zemra ime po mëson të marr frym përsëri. Lejoje këtë dritë mbështjellë çdo copës të zemrës që është ndjerë e thyer, e braktisur apo e pashikuar. Çdo pjesë që ka dashur më shumë se sa ka marrë. Çdo pjesë që është lodhur duke shpresuar. Thuaj, unë e zgjedh veten. E liroj atë që nuk më shërben më. Dashuria ime nuk ka humbur. Ajo po kthehet tek unë. Qëndro këtu për disa qaste, pa pritje, pa presion, pa afat. Qëndro vetëm me veten tënde dhe me zemrën që po shërohet në ritmin e saj. Kur të ndihesh gati, merr një frym të thellë dhe imagjino se po hap një dritare brenda vetes. Ajri i ri hyn. Jeta fillon të rrjedh përsëri. Kur të hapësh syt, dije këtë
zemra jote nuk është e thyer. Ajo është në proces shërimi dhe ti je më e fortë, më e butë dhe më e mençur se sa mendon.